njihuni me shenjat e horoskopit që do të jenë më me fat në muajin mars. Dashi, me Venusin në retrograd dhe Mërkurin në shenjën tuaj nga data 3 e muajit, e cila gjithashtu do ta ndjek, dikush do të thoshte se ndoshta nuk jeni nga ata që do të jenë të lumtur në mars nëse i përkisni 10 ditësh të parë. Megjithatë, ata mund të mos ju lejojnë të esin përpara me pushtime të reja, por kjo nuk do të thotë se nuk do të jeni në gjendje të gjeni zgjidhje, të zgjidhni çështjet në pritje dhe madje të arrini qëllime romantike ose financiare që i keni ndjekur prej kohësh. Për më tepër, nëse një histori dashurie ju dështoi, është kohë e dur për t'i rikthyer dhe për të bërë fitues dhe fituesit trofeut. Peshqit, jeni gjithashtu një nga më të favorizuarit e marsit nëse përkisni 10 ditësh të parë. Pasi si në financat ashtu dhe në jetën tuaj të dashurisë do të keni sërish mundësitë tuaja për të përmirësuar këtë fusha specifike, pasi me 2 retrograde çështjet që kanë qenë në pritje për kaq shumë mund të përparojnë, apo propozimet që ju janë bërë, por që kanë qenë pa suksesshme, mund të realizohen. Nga ana tjetër, edhe ju do të jeni më këmbëngulës këtë herë, do të jeni më këmbëngulës dhe më luftarak, pasi thellë në vetvete ndjeni se nuk keni hapësirë ta lini kohën të shkojë pa u shfrytzuar. Dhe duke qenë se ju jepet mundësia për të marrë atë që dëshironi për herë të dytë, do të ishte turp që ajo të shkojë dëm. Virgjëresha, nuk do të jeni më pak me fat në mars nëse keni lindur në 10 ditën e parë të muajit, pasi si Afrodita dhe në dash, ashtu edhe Mërkuri, e cila do të zhvendoset në shtëpinë tuaj të dytë, do të kthehen në retrograd gjatë muajit, duke ju dhënë një mundësi të mrekullueshme për të rishikuar detaje dhe çështjet që lidhen me financat tuaja dhe jetën tuaj dashurie seksuale, mundësisht për të marrë disa para që prisnit, për të mbyllur një marrëveshje me të cilin keni luftuar prej kohësh, ose për të përfunduar me çështjet pezull që ju ishin bërë barë dhe të vazhdoni përpara. Gjatë kësaj kohe mund të keni edhe një rikthim, i cili do t'ju jap mundësinë të shfaqsoheni. Shigjetari, i 4 është viti kur mbyllni dekadën e parë dhe nëse keni qenë me nxitim për të ecur përpara me jetën tuaj të dashurisë në të kaluarën ose një zgjedhje që keni bërë nuk ishte e duhura, do të keni mundësinë ta rishikoni për të parë nëse ishte e duhura për ju. Nëse përsëri nuk i kushtova vëmendjen e duhur dhe tani të ha rrëzia që bëre, sepse zemra jote ende rreh për dikë, do të mund ta rregullosh. Venusi dhe Mërkuri retrograd në shtëpinë tuaj të 5 mund t'ju rikthejnë në krye të podiumit dhe do t'ju ndihmojnë të fitoni mbi personin që dëshironi. Nëse jeni tashmë në një lidhje, cilësia marrëdhënies dhe sa mirë po kaloni ju të dy, si dhe çështja e një fëmie, mund të rikthehet në plan të parë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.